Që ta kuptoj, edhe unë ndoshta edhe publiku, Aleanca për Shqiptarët, qëndrimin e ka që nga koha kur BDI-ja ka qenë së bashku me Vlenin dhe deri në këto momente që Vlen është pjesë pra e qeverisë, është i njëjti qëndrim lidhur me gjuhën shqipe, një vijimësi e gjithë kësaj kohe, apo jo? Absolutisht, shive, ne kemi qenë kritikues më tash për të BDI-së pse nuk inicion dyshimet kushtetuese për zëvendësimin e termit 20% me gjuhën shqipe. Kjo është një. Po. Duhet Aleanca për Shqiptarët të vijë në pushtet që provimi i administratës të bëhet në gjuhën shqipe. Dakord? Duhet Aleanca për Shqiptarët të vijë në pushtet që provimi për mjekët profesionistë të bëhet në gjuhën shqipe. Sepse ne kemi pas ministrin edhe të administratës publike dhe informatikës dhe kemi pas ministrin edhe të mjekësisë. Pra ne themi, ministri bën me dekret, tash fatkeqësisht, ministri i drejtësisë është Maqedonas, nga partneri i koalicionit ZNAM, i cili nuk ka vullnet. Ne është vërtet se jetojmë në krizë, është vërtet se nuk mund të fajsojmë, nuk mund të faktikisht të mos fajsojmë edhe pushtetet e kaluara. Po, çka bën ti derisa janë në pushtet për 2 vite? Çka ke bërë ti? Përveç se ke cituar VMRO të PMN, përveç se ke mbrojtur planet anti-shqiptare të Mickovskit dhe të gjithë ministrave tjerë të VMRO-s, diçka përmenda paraprakisht, dhe nuk merr asnjë iniciativë. Dhe të vetmen argumente ke BDI se ka bërë për 20 vite. E prandaj unë referoha. Ky argument nuk bën se vetë kanë qenë atë BDI. Pra ato bëjnë vetë kritikën e tyre. Se përveç Ali Ahmetit, gjithë eksponentët funksionarët e Blenit kanë qenë BDI historikisht. Duke nisur prej Zet Mexhidit dhe më poshtë, tash mos i numëroj. Kështu që Aleanca për Shqiptarët ka qenë opozite vetë me BDI-s. Tani ne s'kemi çka të kritikojmë BDI-n, BDI është në opozit, që 2 vite BDI është në opozit. Dhe këto me një sigël tjetër, me një emërtim tjetër Vlen, janë pjesë e pushtetit dhe punën vazhdojnë sa më keq. Normalisht, dhe prandaj unë përgojzoj studentët, kanë marrë një hap shumë të rëndësishëm dhe ky zë i studentëve duhet shkojë dhe të bëj presion të gjithë dhe unë jam i sigurt se do bëj presion. Besoni se ato kanë kërkuar dhe dorëheqjen e ministrit drejtësisë. Mendoni se do të arrihet deri këtu? Që nuk është problemi dorëheqja e një individi, sepse ne përveç se jemi në krizë ekonomike, edhe si pasojë problemeve globale, dorëheqja gjithmonë referuar nga kërkesat që ato kanë dhe nga ajo që duhet bërë. Po ne në shtetin tonë jemi në krizë morali. Pse mos pasje e vullnetit është imoralitet politik, se s'ka vullnet, shumë thjesht zgjidhet. Mungon vullneti. Jemi krizë të mendimit dhe karakterit. Pra, ju se shihni mbledhjet e parlamentit, kryeministri sillet me një arrogancë të jashtëzakonshme, ministrat e tij sillen me një arrogancë të jashtëzakonshme pjesa maqedonase. Dhe s'kemi asnjë reagim nga pjesa shqiptare të cilët janë në heshtje totale.